24 orë dhe kjo video është parë mbi 8-9.000 herë dhe shikoni 246 komente. Si kanë mundësi për këta dy figura të rëndësishme asnjë koment pozitiv, madje as edhe patronazhistët. A i mendoni se sa shumë janë këta njerëz të urryer në opinionin publik, sa dhe militantët patronazhistët nuk guxojnë të lënë një mesazh. Kur populli ngrihet mirë diktatura, po kur do ngrihet ky popull thuaj, presim të paktën nga drejtësia të bëjë sadopak atë punë që ky spak ka filluar t'i bie me spat. Urime, Zoti Dumani, i jepi dum se na të shmënden këta hajdut bashkipozuk pa dinë pa iman. Ja pa të nderuar miq që kompania Apple i përgjigjet thirrjes së Donald Trumpit se Tajvani po na vjet teknologjinë dhe industria e çipave, e cila kushton jo pak, por 3.7 trilion dollar. Apple, i cili në maj të vitit 2024, sipas bursave, kualifikohet kompania e dytë në botë me 2.8 trilion, do të investojë në Arizona, në Silicon Valley, jo pak, por 500 miliard dollar. Duke punësuar kështu 2.000 persona në një hapësirë me rreth 200.000 metra shkatror ndërtim dhe do të jetë gati në vitin 2026. Betejë e çipave me Kinën është kryefjalë ose do të thosha oksigjeni i dytë në zyrën ovale. Zgjidhja e vetë amerikanët në luftën e tyre tregtare teknologjike po mundsojnë në anë të tarifave të marrin frenat në dorë që e majta duke filluar me Barack Obama dhe Joe Bidenin i kishin hapur dyert në shoqërinë e hapur duke lëshuar miliarda dollar investime dhe ulur autoritetin e Amerikës si superfuqi globale. Le të shohim këtë betejë të ardhshme ku me sa duket industria, shkenca